Shpesh dëgjojmë të thuhet nuk ka autizëm, është vetëm vonesë në të folur. Unë dua t'i shpjegoj këto të dyja. Vonesë gjuhësore do të thotë që zhvillimi i fëmijës ndjek ritmin si çdo fëmijë tjetër, ajo që vjen me ngadalë është gjuha. Vonesat gjuhësore shkojnë maksimalisht deri rreth moshës 4 vjeç. Prindrit që i kanë fëmijët me vonesë gjuhësore nuk janë të shqetësuar, sepse intuitivisht dhe praktikisht e shohin që fëmia i tyre po zhvillohet si çdo fëmijë tjetër, në mënyrën si reagon, si ndërvepron, si mëson, si komunikon, si luan. Ajo që vjen me ngadalë janë fjalët. Ndërkohë që autizmi nuk është vonesë, është një mënyrë ndryshe e të mësuarit, e përpunimit të informacionit, e komunikimit. Shpesh shumë fëmijë me autizëm kuptojnë komanda, kanë kontakt të mirë me sy, lidhen me ne në mënyrën e tyre. Ajo çka ne duhet të shohim është mënyra si reagojnë, mënyra se si luajnë. Kur një fëmijë nuk flet, kjo nuk do të thotë që është vetëm mungesë e fjalëve, sepse gjuha nuk është vetëm fjalë. Gjuha është gjithë mënyra se si fëmia ndërvepron me ne, lidhet me ne, kërkon vëmendje, kërkon ndihmë. Shpesh fëmijët me autizëm komunikojnë me ne me mënyra që nuk janë të zakonshme për ne, nëpërmjet lëvizjes, nëpërmjet këngëve, nëpërmjet fjalëve që i përsëritin, nëpërmjet lojës dhe mënyrës se si ata luajnë. Pra, thelbi i dallimit nuk është çfarë bën apo çfarë nuk po bën fëmia, por si e bën dhe pse e bën. Pjesa më delikate e përdorimit të termit të vonesës gjuhësore është kur përdoret për ta anashkaluar termin autizëm. Kjo për hir të stigmës, të keqkuptimit, të frikës dhe të ankthit që jep tek prindrit. Por unë mendoj që një fëmijë me autizëm nuk ka nevojë ta shpëtojmë nga etiketa, por ka nevojë ta kuptojmë dhe ta pranojmë ashtu si ai po zhvillohet.